Me rastin e 130 vjetorit të shpalljes së Nanës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë, u zhvillua konferenca shkencore ndërkombëtare me titull Nana e Këshillit të Mirë mes historisë dhe devocionit. Takimi mblolli studiues, klerik dhe personalitetet të kulturës, me fokus mbi rëndësinë historike shpirtërore dhe kulturore të figurës së Zojës në traditën shqiptare. Me këtë vit jubilar që po përjetojmë dhe shiroj të shpreh mirënjohjen ndaj të gjithë atyre që ndërshepit i kanë ruajtur dhe kultivuar këtë trashëgimi shpirtëror. Uroj që kjo konferencë të mos mbetet vetëm një moment akademike, por të bëhet edhe një rast frymëzimi për brezët të rinj, që të njohin më mirë rrenjat e tyre shpirtërore dhe kulturore. Historia e një populli nuk jeton vetëm në libra apo dokumente, por në kujtesën që ai di të ruaj dhe në vlerat që di të përcjell. Moderatori Romeu Grakuqi u ndal tek historia e kultit të Zojës së Këshillit të Mirë dhe konteksti i tij historik në trojet shqiptare dhe më gjerë. Prej më shumë se 5 shekujsh, Nana e Këshillit të Mirë ka kalu kufi, gjuhë, kujtesa kolektive, duke mbetur gjallë në ndërgjegjen fetare dhe kulturore të shqiptare dhe botës arbëreshe. Në këtë kuptim, ajo është më shumë se një figurë devocioni, është një emër që bashkon histori, kujtesë, art, tekst, shtektim dhe identitet. Historia e kësaj figure është në një farë mënyrë është historia e vetë popullit shqiptar. Ajo lidhet me dramën e egzodit të shqiptarëve të fundit të shekullit 15, cilët nën përparimin osman u detyruan të braktisin trojët e tyre, por morën me vete jo vetëm jetën materiale, por edhe universin shpirtëror, nga Shkodra në Gjenacan, nga Venediku në bashkësitë arbëreshe të Kalabrisë. Kulti i Nanës së Këshillit të Mirë ka kriju gjatë shekujve një rrjet të gjallë kulturor edhe devocional transadriatik, i cili vijon të jetojë edhe sot në praktikat popullore, në traditën fetare dhe në institucionet kulturore mes dy brigjeve të Adriatikut. Në këtë pikë është më rëndësi të kujtojmë se figura Nanës së Këshillit të Mirë ka shoqëruar jo vetëm kujtesën e një tradite fetare, por edhe përvojën historike të ringritjes së shoqërisë shqiptare. Historia në mënyrat e saj më të dhimbshme, sikurse ne e dimë gjithë, duket sikur përsëritet sot për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Ashtu si në shekujt e mërgimeve të mëdha, Mira Shkodran, familjet e tana nga qyteti ynë janë larguar nga vendi, fatkeqësisht shpeshherë pa kthim, duke marrë me vete jo vetëm jetën e tyre, por edhe një pjesë të kujtesës, energjisë dhe së ardhmës së këtij qyteti dhe këtij kombit. Në përmbyllje të konferencës u theksua rëndësia e vijimit të kërkimeve dhe ruajtjes së kësaj trashëgimie, duke e parë atë si një urlidhëse mes historisë, besimit dhe identitetit kulturor shqiptar.